lidhur me platformën parlamentare që paralajmëruat se opozita do të nisë të hënën para kryeministrisë. A mund na jepni më tepër detaje se si do të jetë organizuar? Do të jenë gjithë deputetët e Partisë Demokratike, të opozitës, do të ketë qytetarë, si do të jetë ajo? Do jenë deputet dhe qytetarë. Natyrisht, kjo është një kohë që Partia Demokratike është detyruar të punoj njëkohësisht në shumë plane. Ne do fillojmë tani takimet dhe analizat në çdo qelizë tonë. Deputetët do të jenë edhe në platformë, edhe në komision dhe në parlament, do të jenë dhe në takime me qytetarët. Pra, cila do të jetë skedula, do bëhet dhe do të kombinohen me një fjalë. Unë nuk mund të them se të gjithë deputetët do të jenë aty, në rast se deputet kanë takimet të caktuara me elektoratin, për parësia absolute do ketë takim me elektoratin, dhe s'mund t'u devjojnë. Pra, ne tani jemi hedhur në një qëndrim, në një betejë të gjithanshme me regjimin.